A jeni nola herë me menu pse disa njerëz na tërheqin e disa tjerë heq. S'është veç fati apo kimia, po psikologjia i ka disa përgjigje shumë interesante. Sipas këtij hulumtimi, një nga arsyet kryesore është ngjashmëria. Shpesh na tërheqin njerëz që ndajnë me neve të njëjtat vlera, interesa, bindje ose thjesht kanë humor të ngjashëm me tonin. Po edhe pamja ka ndikim. Sado që s'dëshirojmë me pranu, dukja e bën dallimin. Edhe jo vetëm kaq, njerëzit që janë më tërheqës perceptohen si më të mirë, më të mëshëm, madje edhe më të ndershëm. Një tjetër faktor që e rrit tërheqjen është ndjesia që dikujt jetu i pëlqy ti. Mjafton që dikush më të këshyr me interes, më të dëgju me kujdes, edhe menjëherë ndjehesh më i tërhequr prej atij personi. You have bewitched me, body and soul, and I love you. Dhe ky quhet pëlqim reciprok, edhe është shumë i fuqishëm, madje më shumë se pamja. Edhe në anë tjetër, na shpesh ndjehemi tërhequr nga ftyra që na e kujtojnë fytyrën tonë. Sipas këtij studimi, neve na duken më të bukur njerëzit që kanë ngjashmëri fizike me neve, edhe pa e kuptuar hiç. Për këtë arsye, disa çifte përngjajnë shumë me njëri tjetrin. E juve, a ju tërheqin më shumë njerëz si ju, a dikush që është krejt ndryshe prej teje? Komentoj dhe kallëzëm edhe bëjeni subscribe urbanit në krejt platformat e sidomos në YouTube.